Jam Eva dhe ju përshëndes, të dy drejt në temë. Seri një dy gjëra në emër të tim personal dhe në emrin e traktit kanalit, i cili është kanal që pagun taksa si biznes shtetit, që ekziston një ligj, zbatohet apo nuk zbatohet, është tjetër gjë, po në Shqipëri ekziston një ligj që mbron të drejtat e autorit. Të drejtat e autorit. Pra, çdo gjë që del nga trakt.al, faqe Facebook apo çfarëdo lloj qoftë, se ka 2 klikime, se ka 2 milion, se ka 2 miliard, nuk ka problem. Ekziston e drejta e autorit. Çdo gjë që del nga ai kanal apo nga analizat e mia personale, që quhem Evanthi Pango, mban copyrightin tim apo mban copyrightin e kanalit, çdo ide tjetër që hitet në atë kanal që mund dhe mos jetë e imja, por mban copyrightin e kanalit, trakt.al. Nuk mund të merret si kanë qef këto, dikush t'i thot Partisë Demokratike, ju simpatizant që votoni, s'u votu se fare, s'më intereson fare, s'më banë buk doktori mua. Dikush t'i thot, nuk mund të gjej ide që i dalin përpara, analiza të gatshme, fraza të gatshme, dhe t'i thot në parlament apo kudo, apo të ngrej protesta si të sajat, nuk mundet. Nuk mundet. Ka shtep desh. Për çaj pagun ato deputetet, se janë me doktoratura, disa deputetat i kanë plagjatura, disa po nuk ka problem. E lëmë që këtë temë, se do hapi më vonë. Për çaj pagunit, bëjmë për analiza. Deputetët për çaj pagunit, bëjmë për analiza. Po ju taksa pagus për çaj pagunit këta. Nuk prodhojnë dot asnjë ide politike, e kanë gjetë rataj. Qa u tha këtu? E them edhe ne, kanë gjithë, janë si klasë politike këtë, kanë gjithë komunistët. Qa tha të kjo video, qa tha filan partit, qa tha filan, se ndodh vetëm me mua kjo, ndodh me shumë njërës tjerë. Po qa ka ide politike ta, ke kapin dhe thonë direkta. Kushtojnë vlla, thojnë doktorit, edhe çdo njeriu që i merr gati, kushtojnë idet. Gjëra e burr 90 vjeç. Kushtojnë idet. Kushtojnë në çdo lloj mënyre. Kushtojnë dhe nga ana ligjore, thonë. Kanë gjithë një muhabet, edhe ajo fraza, zgjedhjet, mos t'ju gjithave një për një, çdo gjë që thuhet në çdo video. Dhe fraza, zgjedhje, nuk ka zgjedhje pas zgjedhje, është e kopjuar, e kam thënë në një video se janë këtu, në pranver. Nuk mund të merrni asnjë slogan nga ti, ora as dhe një fjalë pa cituar fare. Është puna tjetër, kujt është puna ime? Mësoni që këtu në Shqipëri. Ore këtu ligjet nuk funksionojnë, se kemi provu me 10 herë, po do dalë pas të merren vetë një për një.